Masa misionet me na mojt ligjeratën që zhvillu, se kujtim shale e ka vendosur se çka do të thot. E ka si të mos të me ka kodifikuar se ka kodifikuar, ama e ka vendosur. Një fjalin dhe hyni të nëj, po të me thonë prap. Eurovision atëherë, në mund ka qenë sensibilizim, i kanë thonë, i qështjes Kosovës, me bot madhe, me bot problem botnore, hallin, qështjen, qunë qështë dënit Kosovës, demokratizimi i shoqërisë, emancipimi i shoqërisë edhe përcaktim, çu më thonë, emancipimi në aspektin me pas një drejtim, absolutisht, që është perëndimi pa asnjë ndyshje. E jo sot që vinë pushtet me 100.000 orientime që se din as ku e kanë kryt as biçtin. As kryt as biçtin. Perëndimi pa ndyshje, shtet sekular, e jo ndërhyrje fetare. Edhe ndërhyrje ideologjike të majta, ekstreme madje, grupe që muj me i quajt lirisht, grupe që janë të frymëzuar për Enver Hoxhës në politikën kosovare, fatkeqësisht, dhe mbi të gjitha demokraci liberale, jo socializëm, me dhënë ndihma, por e taksave tona, me i marrë njëri i padijshëm ekonomikisht, e me është përndo fondësave të vetë politikë, votuzve të vetë. Kjo krimi që i ka ndodhë shtetit tonë, sepse taksa jepet, kolegë dashtut, nuk jo najgore këtë punë, taksa jepet me menagju, me shumëzu atë pare, me investu në ekonomi, që më madhon mu, më falë, Shqipe për mos, dhe hyni kretë, që ka u bo? Që një rogë dinitetshme, teoritë të cilën e mbën sot në LDK, Abdullah Hoti, edhe mbën Hikmeti Bajrabi. Këta tjerë, janë krejtësisht kallëzojnë pralla, edhe demagogjit të artikulume. Ku janë për qytyn e çështjeve